Nuk ju vjen çik turp ju, po turp para shqiptarëve nuk ju vjen. O e turp kur dili pas qyr kur thoni këto. Nuk ju vjen turp. Po të kishin një Fiat Cipe, thoshit u boku po e pas kam lëshë drejtsin. Ku ti tregoni ju? Po si shikojni pas qyr që i dili kalamajve tu, po keni bërë me jetë njerëzish. Haram lekë shqiptarëve, se për skandal. Gjithë ju këtu i marroni hallet e juja. Edhe për tjerë. Po nuk njohën deputetit, çfarë do bëjnë njerëzit? Ama çfarë do bëjnë njerëzit po nuk njohën deputetit, çfarë do bëjnë? Se janë mes katë rrugëve. A për çfarë punon Ogerta? Për çfarë punoi Evici? Për çfarë punoi Lirbekja? Për të vjedhur. Ja për këtë punoni. Ju po tallin me këtë njerëz. Hale! Uaj, nuk e keni papa vjonet apo jo si janë? Tullë të gjërët që ka varrit ky shtet. Po të paktën, kërkoni falje. Po ju keni kaq vite që talli bëthëm me shqiptarët. E thu nuk bëka më morë? Po çfarë do të bëjmë me ju? Çfarë do të bëjmë me ju, se njerëzit e shkelin për ditë? Thjesht ju transmetoj atë që shkel për ditë, robi lushje, ja transmetoj para ekranit, pas zjarr më tepër. I kërkoni falje shqiptarëve!